dëgjojeni pak të videon time, se ndoshta kjo histori që unë do ju tregoj mund t'ju lër pa fjalë siç më ka lënë mua. Ditën e Bajramit, dërgova mesazhurimin te të gjithë ata që e di që festojnë Bajramin, edhe midis tyre ishte edhe gjitonia ime irakiane. Të gjithë të tjerët më falenderuan edhe më uruan edhe mua, edhe pse neve festojmë gjitha, por nuk praktikojmë asgjë nga këto festat që bëjmë. Gjithsesi, irakiania më dërgoi një mesazh që më preku, më tha, ky Bajram, tha, për mua nuk festohet si herët e tjera sepse unë humba bashkëshortin. Direkt e mora në telefon, më ngushëllova, siç e kanë anglezët, ta thonë sorry for your loss. Thash do në fjalët e mia dhe i thash që do vi një ditë të shikoj. Edhe kështu vendosa, po tani nuk dija ç'a t'i çoja irakianes për ngushëllim. Marr një shoqe siriane, se nuk më kujtoj asnjë irakiane që ta pyesja. Siriania më thot bli një pako kafe edhe bli edhe një pako me këto kumbullat arabe, date si quajnë të anglezët. Nëse i mora ato, shkova aty tek shtëpia, u vesha dhe me të errta, se shoqja siriane më tha, kur e pyeta çfarë të vesh, vi shumë me të errta, tha. Edhe shkova aty, shikoj edhe unë, e zonja e shtëpisë që më priti ishte veshur me të zeza, kuptova që pak a shumë paskan zakonet si neve që veshin të zeza. Ulëm aty tek dhoma dhe filloi po qante, normale, se kishte humbur njeriu më të afërt të jetës dhe sidomos në moshën mbi 70, kur fëmijët janë larguar dhe je vetëm fare, kuptohet, shumë e vështirë. Vetmia tha, gjëja më e vështirë për njeriu, me sa kam dëgjuar, është vetmia. Pastaj filloi të më tregonte se si kishte ndodhur vdekja e bashkëshortit të saj. Kishte vite që vunte nga kanceri që para koronës. Mjekët i kishin dhënë kohë 5 vjet dhe faktikisht fati i mirë ishte që jetoi dhe 1 vit më shumë. Por ditët e fundit të jetës së tij ishte rënduar shumë, kishte shkuar në spital dhe spitali ja kishte hequr shpresat dhe këta këtu në Angli, këtë dua t'u tregoj tani, dëgjoni me vëmendje. Për njerëzit që janë ditët e fundit të jetës tyre, i çojnë në disa shtëpi të vetë, quhen shtëpitë e vdekjes në shqip. Dhe këta vendosën që ta çojnë aty kryefamiljarin e tyre. Dhe po më tregonte gjitonia ime, e dija që ëngjëjt jetojnë në qiell, tha, po nuk e dija që kishte në tokë, tha. Mënyra se si na kanë trajtuar ne aty në atë shtëpi, tha. Ishte, tha, si në ëndër. Ishin gjithsej 70 dhoma, tha, secili kishte dhomën e tij dhe tek dhoma e personit që ishte në ditët e fundit të jetës, ishte një krevat shumë i madh, kishte televizor, kishte dush, kishte një tip krevati të vogël, tavolin karrike të gjitha. Kishte një pajisje, tha, një karrocë që personi që nuk ishte më në gjendje, domethënë të bënte lëvizje vet, ta mirje nga krevati për ta çuar në tualet. Kishte një karrocë tjetër që mund ta sillje vërdall edhe nëpër korridor aty te godina. Dhe gjithë stafi ishin në gatishmëri gjatë gjithë kohës. Nuk është se ata i bënin trajtim në këto shtëpirat e vdekjes, nuk bëjnë më trajtim, thjesht i mbajnë me morfin që të mos ndjejnë dhimbjet. Veç kësaj, tha, na i ndërroni rrobat. Gjithë montha, sa herë kishim nevojë për të ndërruar rrobat, na i lanin, na i sillnin, i kishin sjell edhe parukjere. Parukjere që kjo të rregullonte flokët, të ishte mirë. Çdo gjë që një njeri do ta dëshironte ti kishte, ata i kishin aty. Edhe për ushqimin, tha, në qoftë se ti kërkoje
çfarë të them unë ty tani, mish të pjekur, do ta sillni mish të pjekur, apo doni je mish të zirë, apo doje një kompostor e qel, doje peshk, apo doje vezë kaviari, çdo gjë, çfarë do lloj gjëje që të kërkoj, ata ta sillni ata. Më ka lënë pa mend. Pastaj ta ditët e fundit fare, sepse zakonisht e këto shtëpi më tregonte Gjitonja, nuk është se jetojnë gjatë njerëzit. Jetojnë ndoshta 1 javë, 2 javë, kurse bashorti i Gjitones kishte jetuar 28 ditë atje. Dhe vendosi, me dëshirën e tij, vendosi që të dilte dhe të kthehej tek shtëpia e tij. Kur u kthye aty, i dërgonin infermierën çdo ditë që t'i bënte morfinën. I dërguan një krevat që është apostafat special për njerëzit që janë në ditët e fundit të jetës, është më i madh se normali dhe po më tregonte kjo Gjitonja që nuk e di se si është, se unë se kam parë vetë, por pozicioni i tillë që të ndroi kollaj personi. Do me thënë nuk të krijonte asnjë lloj vështirësie për ta ndrruar, për të lëvizur. Veç asaj i prurën një karrocë për ta çuar në banjë dhe një karrocë tjetër për ta lëvizur nëpër shtëpi. Të gjitha këto që ju thash unë janë falas. Asnjë qentez nuk është paguar. Pastaj tha Gjitonja ditën e hënë, të asaj jave që ai u kthye në shtëpi, ndë një 3 ditë në shtëpi, të ënën ndroi jetë, dhe kjo mori spitalin që ta konfirmonte vdekjen e tij, dhe ata i thonë që a mund vim ta marrim edhe krevatin tani, atë që të dham. Dhe vinë ja marrin në një kohë shumë të shkurtër, ja marrin, ja hapin hapësirën e shtëpisë. Pastaj familja merr moskën, merr xhamin në telefon, se moskë i thonë anglezët, në telefon, edhe bëjnë të gjitha këto. Pastaj marrin trupin, e marrin, e mbajnë në moskë, në xhami, e marrin, bëjnë ato, si kanë të zakonet e tyre, që e mbështjellin trupin atje, edhe duhet të prisnin për një leje nga shteti për varrosje në vendin ku do varrosej personi. Më duket se quhet green card, kartë jeshile, më duket, në mos gaboj. Dhe siç e thash, Gjitoni vdiq të hënën, të mërkurën ju erdhi karta, të hënë të martë ka ndonjur aty në xhami, dhe të mërkurën pastaj është bërë varrimi, dhe pas kanë disa varre apostafat për këta myslimanët, që nuk e dija që kishin varret e tyre myslimanët. Tha ajo nga shtëpia këtu, tha, nder atje ishte 50 minuta me makinë, kuptohet. Çdo gjë, tha ajo, u bë perfekte për një kohë shumë të shkurtër, Edhe tha aty te Moska, tha, neve bënim drekra për njerëzit. Si e përgatisnin këta ushqimin tani? Një ditë mbas varrimit, këta e kishin zakon që do bënin drek për njerëzit, edhe e bënin aty në xhami, sillnin gjitha ushqimet dhe i gatuanin ata të xhamis, aty kishin kuzhinë edhe staf që të gatuanin dhe u shërbenin njerëzve. Kurse po tregonte tani për familjet që jetojnë në Irak, familjet e bashkëshortit të saj dhe familjen e saj, ata venin dhe shpërndanin ushqime, i kishin blerë në dyqan ushqime të ndryshme, vaj, oriz, makarona, gjitha llojet e ushqimeve, i paketonin nëpër kutira dhe u shpërndanin njerëzve që kishin nevojë, domethënë për mbështetje. Tani kjo më tregoi mua që këta e paskan 7 të enjte, mbasi bashkëshorti ndroi jetë edhe u varros të mërkurën, 7 të enjte këta do të bëjnë dreka dhe do të mbledhin njerëz, ca të enjte do i bëjnë këtu, ca të enjte do t'i bëjnë në Irak, derisa të mbarojnë 7 të enjte. Dhe kjo vetë nuk paska, domethënë, paskan si zakon këta që për 4 muaj edhe 10 ditë nuk është e lejuar që të dali
të dali për shëtitje të vej me shoqërinë, të flasin me njerëz të ndryshëm jashtë. Pas kanë, do me thënë këtë, që 4 muaj duhet të rije mbyllur, edhe 10 ditë nga mbrapa. Gjithmonë thosha, duat vete në Shqipëri, të vdes në Shqipëri, po ndrova mendje. Dua të vdes në Angli, edhe t'jem pikërisht e kjo shtëpia e vdekjes ato ditët e fundit. Pa ato se kemi në dorë. Se dim as kure, as se qysh do na vi, por me erdhi keqë në Shqipëri, ne akoma vuajmë për gjëra elementare. Shpresoj që një ditë Shqipëria të bëhet mirë. Shpresoj që njerëzit të marrin trajtimin e dur kudo që të jenë. Ika, se jam mërzitur tani.